Minister, Osman Padre. Bravo! Jemi mbledhur kundër një padrejtësie që po na bëhet si biznese, si ekonomia e vendit, si qytetar të Republikës së Kosovës. Nuk jemi sot këtu për luks, nuk jemi me kërku mëshirë, jemi me kërku një të drejtë tonën që na takon. Energjia elektrike është dritë, është motor i zhvillimit ekonomik, edhe buka e cila pjekët vjen prej energjisë elektrike që e konsumojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Çdo ndërhyrje në çmimin e energjisë është ndërhyrje në standardin jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Na japni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun për kalim në tregun e lirë. Më pas edhe një paketë e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vret asë një efekt negativ, mos me ndiku në ullje ose në mbyllje të biznesit dhe mos me ndiku në ullje në standardit qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk jem fajtor që së pari nuk është përgatit tregu, nuk kem konkurencë, kemi monopol, dalja në treg të lirë nuk është asë një biznes kundër daljes në tregun e lirë. Duhet ta din të gjithë, e përsëris, asë një biznes nuk është në kundër daljes në tregun e lirë. Dojmë treg të lirë, dojmë të kem konkurencë, dojmë dalim në treg të lirë me vullnetin ton, jo në mënyrë të lëndshme. Ne, si shpërshifë sot, të gjithë jemi të bashkuar. Kur jemi të bashkuar, nuk ka që na ndalë. Ata që heshtin, ata që na injorojnë, nuk do të fitojnë. Do të fiton zëri biznesit. Gjithkund ka fitu zëri biznesit. Mos na mbyllni bizneset, mos na mbyllni vendet e punës, mos na lini pa të ardhura. Ne duam tranzicion, nuk dojmë imponim. Andaj, prape përsëris, kërkesa jonë është që mbrenda 10 dite ZRE-ja ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Qeveria e Republikës Kosovës të ullet me ZRE-n dhe ta gjej mekanizmin ose masat të cilat do t'i ndihmojnë biznesit që të mos ta vrej efektin negativ, që të mos ndikojnë në kostën e jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës. Është fakt që kjo protestë sot është e 1300 bizneseve, 50% të ekonomisë së Kosovës, 50% të punësurve në sektorin privat, 143 familje mbarën ka ky vendim. Andaj, lusëm institucionet të gjitha që të ullën dhe ta gjejnë zgjidhjen. Mos na detyrojnë që të vazhdojna me protesta, mos na i hupin shpresën për të ardhmen. Thash, rryma është dritë për çdo familje, për çdo biznes, por për ekonominë tonë dhe për një standard më të mirë. Andaj,
kërkesa e fundit, edhe njëherë për qeverin, thirrja e fundit, respektoni ligjin, respektoni Kushtetutën e Republikës Kosovës, jeni në shërbim të biznesit, jeni në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe këtë duhet ta keni parasysh. Ju lutem, mos i ulni prodhimin ton, mos e favorizoni importin, mos e shndroni shtetin e Kosovës në një vend ku do të na mbuloj importi, ku nuk do të kemi punësime, ku nuk do të kemi prodhime të Kosovës. Kemi luftu me shumë mund, kemi investu shumë që të kemi këtë prodhim, dhe duhet të arrujmë, kemi investu shumë që ta kemi këtë biznes, që ose dikush është më meritor për zhvillimin e Kosovës, është biznesi i Kosovës dhe jeni ju qytetarë të Republikës Kosovës. Andaj kërkojmë që brenda 10 dite nga sot, institucionet, qeveria e cila duhet të jetë në shërbim të biznesit, duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, tullet me zërin dhe ta pezullojnë vendimin për dalje në treg të lirë, ta përgatitin tregun dhe të na japin kohë si biznes një vit minimumit që të dalim në tregun e lirë. Të nderuar biznese përfaqësues të bizneseve, ju punëtor, prodhues, media qytetar të Republikës Kosovës. Sot, 26 vjet më herët, ky shesht ishte i mbushur në ditën e parë të çlirimit të Kosovës. Ishte i mbushur me trupat të NATO-s, me qytetarë duke i pritur ata, me çlirimtarë të Kosovës. Sot është mbushur me prodhues dhe bizneset të Kosovës. Askush kur s'ka menduar që pas 26 vjete në këtë vend do të protestojmë, jo për të çliruar vendin, jo për të marrë pushtet, po për të zhvilluar shtetin e Kosovës. Shteti i Kosovës ka nevojë për sektorin privat, si shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit. Ne kemi nevojë për prodhues vendor. Prandaj, sot kemi dalur për këta prodhues të pak që i ka Kosova. Këto bizneset të fuqishme që pak i ka Kosova, mos t'i paksojmë, po t'ju ndihmojnë zhvillohen, mos t'ju ndihmojnë zhvillohen dhe të rriten, edhe bizneset e tjera, të cilat janë të vogla, të bëhen të mëdha. Misioni i Aleancës Kosovare të Biznesit ka qenë gjithmonë dhe do të mbetet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe atë prodhues të Kosovës. Një moto që ta zhvilloni ekonominë e vendit është pothuajse e kahershme. Po aq sa është edhe vetë shteti i Kosovës, që të mbështetet prodhimi vendor. Jo sot. Pritni që qeveria e vendit, zëreja, të merr vendime të favorshme për ju, por nëse nuk do të mbet, nëse nuk do të merr vendim, atëherë bizneset përfaqësues të tyre do të vendosin për protestat e ardhshme. Nuk dua të përsëris fjalët që i përsëritën të tjerët, por dua të themi që ne përfaqësues të bizneseve do të jemi gjithmonë aty ku janë kërkesat e bizneseve. Rënoft prodhimi vendor, rënoft biznesi i Kosovës, rënoft ekonomia e Kosovës, rënoft Republika e Kosovës. I bëjmë thirrje edhe njëherë qeverisë, në detyrë zërëes, nga dita e parë kërkesa jonë ka qenë nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë tranzicion. Nuk ka tranzicion kur s'ka konkurrencë në tregun e lirë. Ju lutem shumë, mos na i detyroni të rrisim çmimit, respektojeni ligjin. Energjia është për zhvillim, jo për shkatrim të biznesit prodhues. Ju lutemi shumë, reagoni sa nuk është vonë. Ju jeni të njoftun sepse efekti i kostës energjisë ka fillu në kompanitë prodhuese. Prodhimi është zemra e Kosovës. Ju lutemi ta mbrojmë ashtu si duhet. Zhvillohemi si shtet, të eksportojmë barabar me gjitha shtetet në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Mos na ndalni zhvillimin ekonomik.
zëri i bizneseve nuk fiket me rrymë. Prandaj ne nuk do të ndalemi. Këta mbrapa neve nuk janë oligark. Këta mbrapa neve janë herojt e Republikës të Kosovës. Këta mbrapa neve janë ata që ndërtuan institucione, rrugë, ura dhe sjellën gjithë shka në vendin tonë. Këta janë ata që ndërtuan edhe qeveri, edhe ministri dhe edhe të gjithën sot që po e gëzojmë. Mos ja merrni rinin, mos ja merrni pagat, mos i leni në migrim. Këta herojnë mrapa neve, janë ata që po e luftojnë migrimin duke punësuar, duke zhvillu ekonomin, duke pagu paga dhe duke duru çdo tatim dhe çdo shtesë që den nga institucioni. Jo tarifave, pro ekonomisë, pro demokracisë dhe pro zhvillimit ekonomik në qendër bizneset e Republikës të Kosovës. Kjo protest e ka vetëm një ngjyrim, e ka ngjyrimin e biznesit, e ka ngjyrimin e popullit Kosovës. Mos harroni, kur bashkohet biznesi bashkë me popullin, ai ka një fuqi. Kur zëri ynë është i njëjtë, askush nuk mund ta injoroj. Kur qëndrojmë të bashkuar, asnjë padrejti nuk mund të zgjatë përgjithmonë. E ardhmja nuk ndërtohet nga ata që heshtin, e ardhmja ndërtohet nga ata që flasin që është biznesi i Kosovës, punëtori i Kosovës, qytetari i Republikës Kosovës.